Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një bashkëbisedim online me qytetarët ku ka akuzuar sërish kryeministrin Edi Rama se ka porositur hakerimin e kompjuterave të SPAK-ut për t'i pasur ata nën kontroll të plot. Zhvillimet në vend faktojnë degradimin total të narkoshtetit, faktojnë se kreu i organizatës kriminale Edi Rama në ethën e tij, në urinë e tij të pashur për pushtet dhe për të vendosur në kontroll çdo qelizë të narkoshtetit, ka porositur, rezultoi së fundi, hakerimin e kompjuterave të të SPAK-ut të partisë, vetëm që t'i ketë ata në kontroll të plot. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se Rama ka paralajmëruar miratimin për procedurat të përshpejtuara të ligjeve që synojnë, siç u shpreh Berisha, të pengojnë ndjekjen penale të tij dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ashtu se do bëj gjithçka për t'i shkurtuar, për t'i gjymtuar përfundimisht dhe atë hapësirë minimale që ka opozita në parlament për të marrë fjalën për procedurë, mbasi nuk bëhet fjalë më për debate për ligje, nuk bëhet fjalë më për interpelanca, nuk bëhet fjalë më për të gjitha të drejtat tjera, të krijimin e komisioneve hetimor parlamentar dhe të gjitha të drejtat e tjera që i takojnë sipas kushtetutës dhe rregullores parlamentit opozicës. Pra de facto, ai ka aneksuar, ka pushtuar parlamentin dhe po e përdor atë në një grush shteti për të bllokuar, për të marrë pushtetin e drejtësisë. Kreu i Partisë Demokratike foli për protestën e opozitës në 24 janar para kryeministrisë. Gjatë bashkëbisedimit me ndjekësit në rrjetet sociale, Berisha tha se opozita nuk synon të marrë pushtet me dhunë. Ai shtoi se beson tek një kryengritje paqësore dhe të qëndrueshme, prej të cilës mund të ndryshojë pushtet. Jemi partia që nuk synojmë, s'kemi synuar kur pushtetin me dhunë. Përkundrazi, kur këta kanë marrë me dhunë pushtetin, ne i kemi përshënuar me votë. Ne besojmë se me një kryengritje paqësore të qëndrueshme është plotësisht e mundur largimi i tyre nga pushteti. Ndaj dhe duhet krijojmë një bindje të gjerë tek qendrështarët, tek opozitarët, tek të gjitha ata që duan të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo e keqe, se një kryengritje e zgjatur, paqësore, është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë. Kreu i Partisë Demokratike është ndalur sërish tek dosja Akshi duke akuzuar Sergju Sagasi, për të cilën tha se ish koordinatori i Ramës për bandat dhe kartelet e drogës, ka kontrolluar me urdhër të kryeministrit të dhëna private, telefonat dhe emailët të personave shqiptar dhe të huaj.